Miqtë e emisionit foli u përshëndes nga Kakomea. Sot Kakomea është çliruar nga banorët e Nivicës, që kanë 22 vite që e presin këtë ditë. Ata thonë se i kanë të gjitha dokumentat që vërtetojnë që ata janë pronar katërciprisht i kësaj prone, të rrethuar për resort para 22 vitesh. Por që nuk e kanë gëzuar dot kurrë, sepse gjithë perimetri deri në breg të detit ka qenë i rrethuar, ka patur edhe një portë. Por para 2 ditësh u paralajmërua protesta në Kakome dhe portën e hoqi vetë kompania që e mban të mbyllur këtë ambient për resort që prej 22 vitesh. Sot banorët janë aq të irrituar sa kanë ngritur dhe shkatruar çdo gjë që kishte lënë kompania në hyrje. Çuna! Çuna! Tani unë do flas me banorët, çfarë po ndodh në Kakome sot? Sot në Kakome ndodhi një gjë që një port këtu që ka disa dekada që është bllokuar, u hap nga banorët e Nivicbubarit, të cilët kanë... Portën ju a hapën vetë, ju shkatru çdo gjë tjetër pastaj. Ata portën hapët, po na hoqim të gjithë vallin që ishte këtu. Të rrethuar. Tani kush e kishte rrethuar këtë për ta sqaruar? Se po të zësh nga të vegjëlit të thuash nuk mbarojnë. Këtë kishte rrethuar kryeministri shqiptar. Kush? Ai Edi Rama. Një njeri që dhe sikur të vesh të bizetosh me të, mund të bizetosh me shkallën më të lartë të arrogancës. Pra këtë ka... Ai është një njeri që ka shkelur kushtetutën e Shqipërisë. Prona, është e falur, është e blerë, është dhe e falur e blerë dhe trashëguar. Këte keni pronë tuajën? Ne këte kemi pronë të dhe kjo është një thërrime. Për sa kohë keni pronë që e trashëgoni? Di unë e kemi që nga viti 1622 që di unë. Edhe ata neve na e kanë rrethuar me arrogancën dhe me krimin më të madh që na ka bërë neve Edi Rama. Një njeri... Edhe Salio. Jo vetëm me ato dokumenta të regjistruara në 1912, në kohë të Zogut, në 28-ën dhe në 91-shin me ligjin 7501. Pra ju i keni kam dokument sot, unë kam sot dokument certifikat ashtu është telefon. Ja aty e kam. Kam familja ime ka 1000 metra aty. Unë kam që në 2005. Pa shkelur është ditë e parë sot. E kuptoj. Prindrit e mi nuk e jetuan, nuk e gëzuan. Edhe shumë të tjerë. Pothuajse gjithë fshati, gjithë njerëzit që kanë marrë pronë këtu, sot kanë ikur. Kemi mbetur shumë pak. Dhe unë sot këtu kam ardhur për nderin e gjeshërve të mi, për nderin e prindërve të mi, dhe për amanetin e djalit tim që ka humbur jetë, dhe kur ka ikur, më ka thënë, Kakomea! Dhe sot në mëngjes, kam vajtur tek varri i djalit tim, i kam këput di karafila dhe i thash babi sot do vritet për tia. Bravo. Janë ata se ma kujtoj ki. Ma kujtoj ki. Dhe më ka thirrë dhe Spaku në momentin që morën kretarin e bashkisë të Imarës Jorgo Goron, që morri kurajon dhe e firmosi tapin ton,
me kam thirrë në SPAK dhe i kam thënë prokurores që Kakomeja është aty, nuk është në Tiranë dhe nuk vjen dot. Dhe një viciot i fundit të mbetet do vritet për Kakomen. Sa të ketë një vic atje, nuk e merr një Kakomen. Sa të ketë një vic atje, nuk e merr një Kakomen. Sa të ketë një vic atje, Këtë gjë, nuk e merr një Kakomen. këtë gjë ja kam thënur. Këtë gjë ja kam thënur dhe ati banditit e parë që u futi hundën në Kakome. E kam takuar Dritan Qelen, e kam takuar me 5 shok të ming në Llogora. Kush është ky? Dhe i kam thënur, ai ka qenur hajduti i parë që u fut këtu. Dhe i kam Dhe ti vestosh rruga ishtë të kalosh nga fshati në Vic, për ndryshe nuk e merë. Dhe këtë e tregoj fakti, sot e 25 vjetë, dhe tërë jetën sa t'jemi në gjallë. Nuk e lëshoja. Faleminderit, dua të falenderoj dhe të gjithë ata të rinj dhe të reja, ata të djemë dhe vajzat të mrekullueshëm në Tiranë, që i dhanë mbështetje dhe sollën demokracinë e vërtet në Shqipëri. I falenderoj në zëmbra. Ja, ta mbylli baba që e ka nisur. Kam edhe një fjalë se Edhe ai leka dhe ai që kanë marrë këto janë drogaxhinj dhe ka marrë toka televizor.